Labino Tregja ka surprizuar publikun me një deklaratë të papritur gjatë ditës së sotme, teksa ishte i përfshirë në një debat të drejtpërdrejtë me Gjenetën brenda shtëpisë. Gjatë diskutimit, Labi ka pohuar se disa nga emrat më të njohur të skenës publike shqiptare janë klientë të tij. Ai përmendi konkretisht artistin e njohur Ledri Vula, si dhe futbollistët Milot Rashica dhe Yasir Hasani, duke theksuar se ata kanë blerë prona nga ai. Edhe pse nuk e sqaroi në detaje se për çfarë shërbimi konkret bëhej fjalë, nga deklarata e tij u kuptua se ai referohej biznesit të pasurive të paluajtshme. Sipas Labit, bëhet fjalë për vila apo një si banimi që ai i posedon dhe i shet. Te unë ka bler Ledri Vula, ai është klienti im. Milot Rashica që luan për Kosovën është klienti im. Po ashtu edhe Yasir Hasani, i është drejtuar ai Gjenetës gjatë debatit. Megjithatë, deklarata nuk u elaborua më tej, pasi biseda mes tyre mori një drejtim tjetër dhe tensionet mes dy banorëve u rritën. Debati u zhvendos në çështje personale, duke lënë në hije pretendimin që ngjalli menjëherë interes dhe reagime. Vlen të theksohet se marrëdhënia mes Labinotit dhe Gjenetës ka qenë tensionuar që nga momenti kur ajo u rikthye në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova për një qëndrim 48 orësh. Dyshja kanë pasur përplasje të vazhdueshme, të cilat duket se po sjellin dinamika të forta dhe po mbajnë vëmendjen e publikut të fokusuar tek zhvillimet e fundit brenda shtëpisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.